Avokat, pse nuk kemi arrestime siç u nis në fillim nga Spaku që po goditeshin disa prej funksionarëve të lartë? Ti kërkojnë llogari ata që i kanë vendosur atë, ata që i ngritën, ata që i paguajnë. Unë llogaria që kërkoj unë te Spaku është kjo që i them Altin Numani bën detyrën. Ata që i paguajnë thonë hajde këtu ti zotëri, se të paguajmë sa frëngu pulën ty. Të kemi siguruar ty, familjen, fëmijë, gjithçka. Shkon kudo qefi je i kontrolluar, i mbrojtur dhe i ruajtur. Tani pse se bën detyrë ç'ke? Janë ata që duhet i kërkojnë llogari. Dhe ose kuptoj, thuhet ditë për ditë do bëhen arrestime, do bëhen. Kur do bëhen këto arrestime zotëri? Kur do bëhen? Se unë po u dal gënjeshtar qytetarëve shqiptar dhe u kërkoj ndjes, se deri tani kanë folur i mbështetur nga deklaratat dhe nga mendimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do zbatojnë ligjin, do arrestojnë të korruptuarit dhe do t'i çojnë para drejtësisë. Deri tani nuk po shkon asnjë tjetër përveç atyre dyve që kishte konkurrent Edi Rama. Të tjerët jo. Pse nuk zoti Dumani, pse nuk e arreston këtë ndrikullën e shërbimit sekret grek? Pse nuk e arreston? Ç'ke? Kush të pengon? Po ti kujt i shërben vet? I shërben detyrës që të kemi ngarkuar, të ka ngarkuar shteti dhe populli shqiptar, apo i shërben interesave partijake të Edi Ramës dhe të atyre që e paguajnë të antishqiptarëve në Beograd dhe në Moskë. Prandaj po them, ju keni të drejtë i nderuar gazetarë që ta bëni këtë pyetje, sepse kështu sikurse ju, mua më ndalojnë njerëz në rrugë dhe më thonë avokat, ku i ke arrestimet? Mund të ketë probleme të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që plasi lufta me Iranin, që është lufta në Ukrainë, kanë probleme të tjera, nuk e diskutoj fare. Por ato probleme nuk na pengojnë ne që të arrestojmë gangsterët dhe hajdutët dhe banditët që drejtojnë shtetin shqiptar. S'na pengojnë ato. Nuk po arrestohet Ballukja. Nuk po arrestojnë banditët e tjerë të bolshevik në dy partit PDPS baras Partia e Punës së Shqipërisë. Asnjë s'po arrestohet nga ata. Edhe me Berishën tallen. Jo do bëhet gjyqi sot, jo do bëhet nesër. Jam i smur, jam me raport, jam me atë, jam me këtë. E thatë shumë mirë që thatë të shkoj me tezë. Me tezë të shkoj të përgjigjet. Të përgjigjet se ka bërë dëme dhe krime të jashtëzakonshme këtij populli, këtij vendi. Dhe ne ka bërë neve që pa e ditur se kush që ishte Juda në mesin ton, e kemi mbështetur. Të paktën unë deri në 2005 e kam mbështetur. Edhe nuk e kam për turp që e kam mbështetur sepse mendoja që ishte i djathtë. Tradhtia ka përmbysur perandori, jo më një zace që s'është një person është. Prandaj ju lutem miqve tanë amerikanë, i drejtojmë ambasadores amerikane në Tiranë zonjës Nancy. Zonja Nancy, ju lutem zbatoni ato angazhime që keni marrë para popullit shqiptar, jo ju personalisht, ju si shtet amerikan. Avokata, mos ndoshta pas zgjedhjeve kanë ndryshuar gjërat mes Spakut dhe qeverisë, pra mund të ketë një marrëveshje të fshehur mes Ramës, Dumanit dhe Berishës që nuk po ecet drejt tyre. Dyshoj me 99% jetë kështu si thoni ju. Dyshoj. 100% si se kam unë, kur të vërtetohet. Por deri tani Dumani po mbron dhe po mbështet të gjithë politikën antikombëtare, antishqiptare, antinjerëzore të dy këtyre bajlozëve bolshevik Ramës dhe Berishës. Po mbështet ata. Deri tani. Se çdo bëjnë nesër tutje nuk e di. Pak më parë unë ja u thash, ja dërgova haberi. Avokat, çfarë duhet bëjnë shqiptarët nëse ka një marrëveshje, po themi, mes këtyre tre aktorëve? Çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Apo çfarë mendojnë se duhet bëjnë shqiptarët? Çfarë mendojnë ti se duhet bëjnë shqiptarët? Çfarë duhet bëjnë shqiptarët dhe bëjnë shqiptarët, po? Ti çfarë ide shke që mund të bëjnë? Unë mendoj që shqiptarët duhet dalin në protesta kundër diktaturës. Është rivendosur diktatura plotësisht në Shqipëri. Dhe nuk po kuptoj pse nuk dënohen krimet e komunizmit. Çfarë pengon atë departamentin e shtetit të dënoj krimet e komunizmit? Çfarë pengon të deklaroj non gratave 10 persona të tjerë që janë në politikë në Shqipëri? Çe pengon? Ne shqiptarët jemi mësuar, kemi pasur një traditë që kur jepnin fjalën thoshim neve,
kur je fjalën therr djalin. Tani fjalën na e kanë dhënë amerikanët që do t'i denoncojnë dhe do t'i qërojnë nga politika. Po kur, se këta ditë për ditë po fuqizohen. Dhe pse shkojmë larg? Edi Rama shkeli kushtetutën me të dy këmbët. Gjykata kushtetuese tha që t'i hiqej imuniteti Olta Xhaçkës, të cilën nuk e njoh, s'kam ndonjë personale me të, ta din të tërë, por nisem nga çka ndodhur deri tani. Dhe përfundimisht ai jo vetëm që nuk ja hoqi imunitetin, po vuri vetën me numrin e kartonëve dhe nuk ja hoqi imunitetin dhe e bëri prap deputete tani. Për të mos ardhur tek veprimi tjetër më i turpshëm akoma tani, me që u bën këto tash quajtura zgjedhje dhe atë Fatmir Xhafët të bëj kurs ka aktore deputetëve tash, se janë deputet, po i quan deputet të bëj kurs deputetëve. Ka vëndëri kjo. Ore zotëri, po ti supozon që ky deputeti jot është politikan, është njeri zgjuar, është njeri që di ligje, që di të tëra, prandaj do i ta çosh në parlament të bëj ligje. Ku do të çoj ligje? Ka që mëson ligje tani ai Fatmir Xhafa? Jo zotëri. Prandaj ne jemi për të qarë hallin, ne jemi në ditën më të zezë të mundshme, s'ka që ndonjëherë në një ditë kaq të zezë Shqipëria. Ndaj unë bëj thirrje zonjës Nancy, ambasadores amerikane. Zonjë, vini dorë, ju kërkoj ndihmë, ju lutemi, s'kemi njëri tjetër, juve kemi. As mund të shkojmë në vend tjetër, edhe në popull tjetër. Juve kemi. Vini dorë, mos ta lëni në mëshirë të këtyre gjarpërinjve që kanë zaptuar politikën shqiptare. Avokat, çfarë do zbuloj nëse SPAK vendos që sekuestroj të 140 telefonët e deputetëve? Çfarë do zbulohet? Të gjitha pistollët që kanë bërë, të gjitha, jo të gjitha, se ata pjesën më të madhe se mësuan, e panë që dole nëpërmjet këtyre hetimeve që u bën dhe informacioneve të ardhura nga jashtë, kur e panë që çdo lloj telefonate dhe çdo lloj kompanie i përgjoheshin telefonat, tani pjesën më të madhe të punëve i bëjnë me korrier, me dorë, pa folur në telefon. Dhe jo të tëra do të zbulohen. Megjithatë, kjo varet nga ata që kanë mundësi në dorë të gjykojnë, të hetojnë, të kontrollojnë, se di. Avokat, një përplasje ka ndodhur në SPAK, ku kreu i SPAK-ut Altin Dumani ka shkarkuar Arben Krajën dhe në vend të tij ka vendosur një prokurore Të korruptuar. Këtë se dim, avokat. E di unë. A është kjo që ka qenë Pogradec? Po që thua është korruptuar, duhet të kesh prova dhe duhet... Po kam unë, ti e gazetar me eksperiencë pak a shumë tani, se je mosh i ke kaluar 40-at. Po. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe që më ke intervistuar mua, ke kuptuar, ke parë, je bindur që unë nuk guxoj të them gjërat pavërteta se nuk jam trim. Gjërat e pavërteta i thon trimat. Dhe ata që kanë shpatulla nga mrapa. Unë s'kam njëri, unë jam vetëm. Kjo Bejko, se tani më kujtua mbi emri, më duket se ka Rovena, nuk e di si e ka Bejko. Blerina Bejko, bravo. Kjo para u bën 10 vjet tani, 8 vjet që ka qenë në Pogradec, ka mbështetur dhe ka mbrojtur gangsterët që prishën makinën e një qytetari nga Librazhi, që kishte me targa greke i shkretja, ishte në ndalim në ktesat e qafthanës, vajti makinën e tyre goditi, dhe ajo makinën Elshoj u dha atyre, nuk pësuan asgjë, as u dënuan, as u morën vesh, dhe ai akoma dhe sot e kësaj dite i smur, i gjysmë invalid. Kjo zonja Bejko e bëri. Zonja Bejko të ftoi, po të hedh dorashkën. Hajde të debatojmë bashkë, ballë për ballë. Po këtë përplasjen si e ke parti Dumani me Arben Krajën? Ç'a luhet mbrapa? Që t'ua themi dhe njerëzve. Dëgjojmë këtu. SPAK-u dihet që është krijuar nga amerikanët, edhe Byroja Kombëtare e Hetimit është krijuar dhe paguhet nga taksat paguesit amerikan. Nuk paguhet nga lekët e shqiptarëve, siç më tha një patronazhist këtu te lagja ime mbrëm. Që më thosh mua paguan qeveria shqiptare edhe janë detyruar të përgjigjen qeverisë shqiptare. Jo zotëri. SPAK-un e kanë ngritur amerikanët dhe do të bëj atë detyrë për të cilin është ngritur për të zbatuar ligjet e vendit. Tani përplasjet e tyre aty, ky Arben Krajë që ta dishti, ky ishte, po e them pastërtisht, fare me qetësi dhe me avash. Ky që spiuni
i matë që nëzirte të gjitha sekretet e Spakut e i merte media. Ky u jepte. A i ka shpërdoruar detyrën. Për mua duhet të vej në burg. Se a i nuk është prokuror, a i është një punojës partie që merte urdhrat nga Edi Rama dhe i zbaton të 1 për 1. Dhe Altin Dumani ka detyrimet të tjera dhe ka borgje të tjera karshi këtij vendi, karshi nesh. Ke borgje karshi nesh zoti Dumani, sepse ti e more atë detyrë për të goditur korrupsioni, gjë që s'po e bën. U more vetëm me kundërshtarët e Edi Ramës. Prandaj ne kemi të drejtë, dhe unë kam të drejtë të them që ti shërben Edi Ramës, jo ligjit, jo detyrës për cilën paguhesh. Kini hedhur firmën në Amerikë disa nga ju, kini marrë udhëzime aty, kini marrë instruktazhe, ua kanë bërë të qartë gjithçka partnerët tanë amerikanë. Po ju i bindeni më shumë Moskës edhe Beogradit edhe Edi Ramës, spionit të këtyre dy shteteve. Zoti Dumani, bën detyrën të paktën nëse do ikësh qandej, të ikësh me faqe të bardhë, të mos ikësh me faqe të zezë. Pse ti ke dhe një gjë që ta dish, ti o do ikësh me faqe të bardha atje o do vesh në burg, për mos batim detyre, mba e mën këtë që të them unë. Avokat është thënë shpesh që pritet arrestimi i Ramës, pritet arrestimi i kryeministit Rama. Kush e ka në dorë avokat që të ndodhë një gjë e tillë? Kush e ka në dorë ai Altin Dumani. I ka të tëra, dokumentet ja kanë quar. Ai Dahajno e qoj të plot dosjen e korrupsionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kanë Amerikanët, e kanë. E ka ambasada amerikane. Pse nuk po e bëjnë, unë këtë pyetje po bëj, si kundër më dëgjove deri tani. Këtë pyetje po bëj. Pse nuk zbatohet ligji? Pra, kemi një pushtet që i bindet ligjeve, apo kemi një diktatur që bën çfarë do qefi një sharlatani si Edi Rama? Kjo është. Ai opozit përballë s'ka, sepse janë bashkë që të dy, bolshevikët shqiptar, edhe ndaj nuk bëhen arrestimet. Se di. Pra dosja është dërguar. Dosja ka vajtur në Amerikë. Dosja ka vajtur, është e plot. Se dim shpresin. Ka dosje që përmbajnë afera të mëdha që nuk po reagon, SBA nuk po vendos kuptimin që apo thjesht janë thashë the me gazetash, pra kanë hetuar, kanë ulumtuar apo nuk di që them. S'kam informacion. Unë flas për ato gjëra që kam informacion dhe që i vërtetoj kur i them. Ndërsa se çfarë ka bërë Spaku, si ka bërë, çfarë ka zbuluar, çfarë ka mbetur pa zbuluar, ku janë parat e tyre, ua kanë sekuestruar apo jo, i kanë gjetur në bankat në përbota apo jo, e tjera, këto s'kam si di unë i din ata. Avokat, si shpjegoj që Rama është një personazh shumë i fuqishëm në Shqipëri, po jo vetëm, pra ka lidhje shumë të forta me njerëz të fortë pushtetit. Me njerëz anti-shqiptar që jetojnë në Amerikë. Me ata, me Sorosi. Mja vajtit e Sorosi. Sorosi ishtë në kupolin e masonëve të botës. Janë ata që na e binë gjitha këto. Pra ju po thoni që Rama është pjesë e masonëve? Është bërë fjalë fare që është mason ai, po. Nuk merr dot pushtet, jo në Shqipëri, po në asnjë të botës nuk merr dot pushtet pa hedhur firmën të masonët. S'kemi çu bëjmë. I bie që edhe Donald Trump të jetë pjesë e masonëve, apo? Se di. Deri tani duket sikur ai po lufton kundër tyre. Deri tani, nga informacionet që lexojmë, po ka po në Shqipëri kush është i dhe përveç Ramës pjesë e këtyre strukturave masonike? Po të tërë. Rama, Berisha, Ramiz Alia, Enver Hoxha, të tërë mason kanë qenë, pjesë e masonëve, tërë të rekrutuar për atyre. Nuk merr pushtet në Shqipëri, nuk merr karrike në Shqipëri pa hedhur firmën tek ata, harroje. Këtë e din të tërë ata që merren me politikë. E din të tërë. A çka kërkojnë në shërbim të kësaj? Ja, të marrin Shqipërinë shqiptarët kështu. Të grabisin pasuritë shqiptare, të boshatisin Shqipërinë, ta mbushin me të zinj të ardhur nga djalli sëmës. Ja, këtë kërkojnë. Duan të çrrënjosin kombin shqiptar, kulturën shqiptare, historinë shqiptare. Merë shikoni librat. Nuk shkruhet në librat shqiptare historia e shqiptarëve. Nuk shkruhet në librat e shkollës. Merë lexojini.
5 fjalë të thata kanë për çdo ngjarje historike që duhet kishte volume të tëra historia shqiptare që do mësojnë në shkollë. Nuk i bëjnë. Ne pra që ta çfarosësh një popull, hiqi librat, hiqi të kaluarën. Mos i mëso brezat me historinë të parëve të tyre dhe pas 3-4 brezash ata kanë harruar se që janë. Avokat, si shpjegohet që Fredi Peleri është eurodeputet në një kohë që mund vinë në Shqipëri, mund bëj takime lirshëm, edhe akoma ne me Greqin kemi në diskutim ligjin e luftës, çështjen çame, tokat që akoma si kanë marrë ata. Se kërkon qeveria shqiptare asnjë. Qeveria shqiptare është në dispozicion të atyre. Qeveria shqiptare është në dispozicion të grekëve. 100%. Në të tëra rastet, në tërë politikën e këtyre të paktën, që nga pse shkojmë larg. Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me Greqinë u rivendosën ose u vendosën në vitin 1974 kur në pushtet në Greqi ishte junta e kolonelëve. Por në pushtet të Shqipërisë që Enver Hoxha, i famshmi adetar dhe komunist dhe patrioti i Shqipërisë, spiuni 100.000 spionazheve që nga i shërbimit sekret të Zogut, që nga italianëve, me gjermanë, me drejt, me anglez, me drejt e me të birë. Zotëri, jemi të tradhtuar në Shqipëri, vendosen vetëm tradhtarët e kombit shqiptar në pushtet. Ata e marrin pushtetin. S'na japin pushtet neve, që e dim se ç'është adheu dhe ç'është Shqipëria, ç'është populli ynë, e ç'është kultura, ç'është e kaluara jonë. Jo. Ja kështu. Avokat, po jemi këtu te marrëdhëniet me Greqinë. A duen pari dhe njërë këto marrëdhënie dhe kush i shikoi? Çfarë do ndodh me detin që e kemi akoma në diskutim? Ne e kemi rrëzuar atë marrëveshjen e detit me vendim gjykatës kushtetuese. Grekët e kanë miratuar në parlament dhe grekët kanë ardhur dhe 5 kilometra përballë Himarës. Qeveria shqiptare ku është? Pse nuk ngrihet? Pse nuk bën një not proteste qeveria shqiptare? Po thot Edi Rama pa pikturpi, bërë more tradhtari i pështir. Je tradhtari i pështir ti që thua do ta çojmë në Hag çështjen e detit. Çështjen e Kristaqit në Hag. Jo të detit, se deti sa ka lënë Kristaqi. Deti është i shqiptarëve. O që fut, jo hebreu Edi Rama. Zotri, është tradhti marrëveshje e detit me Greqinë. Dhe atë tradhti e bëri Lulush Basha me Sali Berishën. Natyrisht me miratimin e këtyre. Lese stanë e quan këta gjasme, u bën patriot këta dhe e quan gjykatën kushtetuese. Këta janë lojrat e këtyre për të thënë që shiko se ne jemi opozit. Jo, janë bashkë. Dhe e kanë tradhtuar çështjen shqiptare. E kanë tradhtuar, as më shumë as më pak. Avokat, ne ishim japës që shkoj në një intervistë ku ju pyeta nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin. Dhe ju ndër të tjera thatë që shpresoj që një gjë e tillë të mos ndodhë. Ndërkohë të dielën SBA-t vendosën që të bombardonin 3 impiante bërthamore të Iranit. Si gjykoni këtë vendim të tyre? Shiko. Kemi disa vende që janë të armatosur me armë atomike. Indi, Pakistan, Kin, Rusi, Gjermani, Francë, Angli, Izrael. Pra, këto vende i kanë armët atomike. Izraeli pse të mos i ketë? Irani, më fal. Irani pse të mos i ketë? Me çfarë drejtë janë ndaluar? Se në fundit ato që kanë ndaluar deri tani çfarrosin e botës janë pikërisht armët atomike, se asnjëri nuk guxon të shkrep. Sepse po u shkrepën, e tha Einstein, e katërta tha do fillojë me shkopinj. Megjithatë, kanë një farë arsyetimi amerikanët që kundërshtojnë armatosjen e Iranit, sepse Irani thotë duhet të zhduket shteti izraelit. Unë nuk jam për atë që të zhduket shteti izraelit. Unë jam për atë që shteti izraelit të shkoj atje ku ka origjinën, në Irak. Se janë pasardhësit e
si quajnë, këtë më që theri dashin, vajtit. Nëse origjinën e kanë atje, ndërsa aty është Palestinë. Dhe nuk ka asnjë justifikim, asnjë arsyetim që të zhduket shteti palestinez, të vriten gra dhe fëmijë në Palestinë për qefti i Izraelit, për ato krime monstruoze që po bën Izraeli sot. Pra, në këtë pikë, unë jam për atë që secili të jetë zot në shtëpinë e tij. Dhe krimet që kanë bërë palestinezët që kur u krijuan në 48-ën e filluan, vajtën me zor u vendosën atje, i ngullën me zor, kunj e vënë anglezët atje dhe gjermanët e vënë atë shtetin izraelit, pastaj filloi luftrat, filloi luftë në 56-ën, në 67-ën, në 74-ën, vazhdon me luftë derisa ka mbytur gjithë lidhjen e mesme e ka mbytur në gjak. Edhe përfiton nga një se ata arabët nuk solidarizohen me popullin e Palestinës. Janë ato përçarjet e zakonshme të njohura që bëhen në histori midis shteteve. Nuk megjithatë, ajo që desha të theksoj është që amerikanët goditën qendrat e reaktorëve e këtyre si quhen këto impjanteve bërthamore të lavatricjet e uraniumit. Lajmet në kohë lufte janë kontradiktore. Ka dhe të vërteta dhe të gënjeshtra. Dje pas një nga këta bektashinjt shqiptarë që jetojnë në Iran, dhe tha, uraniumi ishte hequr me kohë nga ato centrifugat. Ishte hequr me kohë. Nuk u dëmtua uraniumi. Dhe Amerikanët nuk vajtën të pushtojnë Iranin, vajtën vetëm për të prishur ato qendrat e prodhimit të uraniumit, pastrimit uraniumit, të pasurimit. Do ta ndaloj përgjithmonë? Jo, nuk besoj të ndaloj përgjithmonë, sepse ka dhe fuqi të tjera që ndihmojnë Iranin. Ta thash rreth e kaluar, në mos gaboj, ka një problem me Iranin, sepse Irani ja sot dëgjuam në lajme që do ka tentuar dhe ka thënë që do bllokojë ngushticin e Hormuzit. Çfarë do të thotë që ne duhet na ngrihen çmimet në qiell tani tutje. Imagjino se ç'do bëhet me ne që i kemi aktualisht çmimet i kemi 80% më lart se në Gjermani. Imagjino se ku do shkojnë. Po pse ndodh kjo? Sepse ne kemi qeveri tradhtare antikombëtare. Ne kemi naftë që të bytet Evropa në naftë dhe ne naftën e kemi më shtrenjtë se kushdo tjetër. Më shtrenjtë dhe se në Kosovë dhe në Maqedoni që e marrin tek neve. Prandaj them, nga do që të vemi e të vim, ne kemi një qeveri antikombëtare, antishqiptare që duhet të rrëzuar me çdo mjet, me çdo kusht. Avokat, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar që Serbia është armatosur fshehurazi dhe tashmë ka bler armatime të shumta. E gjithashtu ai ka deklaruar që ka vendosur që serbët të bëjnë me detyrim ushtrinë. Si gjykoni këta hapa? Madje ka shkuar deri aty sa ka thënë që gjitha këto masa po merren nga që ka një lloj, po themi, aleance mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ndoshta e kanë ftuar dhe Bullgarinë që të jetë pjesë e kësaj aleance. Jugosllavia, Serbia është një kal i ngordhur për mua. Është një kal i ngordhur sepse Serbia e pa se ç'pësoi në 99-ën. E mori vesh mirë se kush është fuqia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E di mirë Serbia që sado që të armatoset ka bon stilin, bazën amerikane e ka në Kosovë. E di mirë ai që përveç bon stilit, për punë një jave, për punë 3 ditësh mund të armatoset shumë herë më shumë se sa Serbia, baza e Kuçovës që kemi ne në Shqipëri. Kështu që ato janë, ai mban me shpresë ata fashistët e tij që ka në Beograd, u jep kurajë atyre që s'kini ja, ne jemi armatosur dhe do bëjmë gjithë bëjmë. Dhe Rafalet që morën nga Franca i kanë marrë me aftësi të kufizuara. Nuk janë në gjendje që të përballen me F-16 apo me Su-35 apo tipet e tjera të avionëve që kanë Rusia dhe Amerika. Nuk ngrën dot pesh për të mbajtur bomba të mëdha për distanca të mëdha.
tamam i ka gjysmak dhe asnjë gjë s'ka fituar. Nuk mund të armatoset, nuk mund të lejojnë Serbinë të armatoset aq shumë sa të bëhet kërcënim për të tjerët. Se ajo Amerika që vate bombardoi ato të 3 qendrat e pasurimit të uraniumit, ka parakollaj që të një 3-4 në ato bombat në Beograd dhe mbaroi Beogradi edhe Vučići. Është kalingordhur. Avokat, po, a duhet përgëzuar iniciativa dhe përkujdesja që ka Vučić ndaj shtetit dhe Serbisë që thotë armatosin, pavarësisht se mund të jetë kalingordhur, e ndërkohë nga ana jonë ne s'kemi as ushtri, as armatime, edhe po themi qeveritarët nuk bëjnë asgjë drejt. Ai, dëgjoj, Vučići mbështetet nga Putini. Dhe është avangard, është një pararoj që ka Rusia në Ballkan dhe në Evropë. Nuk mund të bëj dot asnjë gjë. Jo ushtri të bërej të mbledh ai, po çfarë të dojë dhe të mbledh, nuk mund të përballet me Amerikën. Harrojeni. Të harroj Vučići e di, po të harrojnë dhe ata pasuesit e tij. Në Serbi, në qoftë se i merr kokaera atij dhe fillon ndonjë veprim kundër Kroacisë apo kundër Kosovës, e di që është i eliminuar brenda 24 orësh. Bile mund ta vrasin dhe atë vet direkt, ja edhe një atje ku flot, tak. Ai e di atë. Thjesht bën propagandë për njerëzit e tij dhe ta armatosi ato serbinës, na prish punë. Nuk do rrim pa u armatosur dhe neve. Edhe ne do ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë atë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Se ajo do ketë disa gjëra, disa avantazhe të shkëlqyera për popullsinë dhe për djemtë tanë. Sepse ushtria të edukon, të kalit dhe të bën të përgjegjshëm. E nuk të lë të merresh me hashashe dhe me pantallona të grisura në rrugët e Tiranës. Avokat, janë 2 ngjarje të paktën që ende nuk janë zbardhur, është vrasja e Santosit, ish bankierit në mes të bllokut. Ndërkohë ka pasur së fundmi edhe disa personazhe publik që kanë deklaruar që edhe Kastriot Miftare në vetvete nuk është vetë vrarë, pra nuk është hedhur nga pallati, po është një vrasje. Këtë e besoj dhe unë sepse jam nisur nga deklaratat e tjemës së Kastriot Miftareit. E jema tha, djalin ma ka vrarë, nuk u hoth nga balkoni, tha si që thuhet. Absolutisht jo. Tani sa e di jema, nuk e di unë e ti. E din strukturat e shtetit, e di policia e shtetit, i di shërbimi informativ kombëtar, i din të tëra. Ne s'kemi si t'i dim. Ndërsa, përsa e përket Santos u gjetë kush e vrau me motor. Është gjetur vrasësi. Atëre po me sa kam dëgjuar më duket se është vrarë dhe vrasësi. Flasim për porositin, vrasësi. Atë se gjejmë dot, ai e dinte kush e ka porositur. Tani kush ka pasur interesa që të vritej Santo? Kush ka qenë interesuar që të eliminojë një bankier? Dhe përse i duhej një bankier ta kishte nën komandë? Për të transferuar para, ka që thjesht është. Kush ka dashur të transferoj para? Gjëndet, mërë zotëri, me njerë gjëndet, por nuk duan ta gjëjnë. Sepse ata që duhet ta gjëjnë, ata kanë interesat të mëdha që të mos zbulohet ajo vrasje. Kështu që betet në enigma, si shumë të tjera, si shumë vrasje të tjera në Shqipëri. Avokat, po Kastriot Miftare, pse duhet ta vrisin? Kastriot Miftare ka bërë shumë armiq dhe fliste në shumë drejtime dhe nuk dihet kush ka qenë më interesuari për ta vrarë. Për shembull, po marr vetëm një rast, merri shikojeni e keni në Google, Kastriot Miftare ja akuzon Erion Veliaj se është i biri Ahmedinexhadit dhe i thotë shko bëj analizat, bëj edhe nën i thotë. Unë ta them shqip i thotë, shko bëj analizat. Erion Veliaj nuk është ndier për këtë punë asnjëherë. Kaq. Avokat, a kanë dorë dhe masonët duke qenë se ai ishte një zë që fliste gjithmonë për ta? Nuk e di. Bas është bëri rrezikshëm dhe për ata, nuk e di. Di që një nga masonët që ka qenë në Shqipëri u vra dhe nuk u marrë vesh kush dhe çfarë ndodhi, Maksim Zoto. Askush nuk e di, e gjetën të vdekur në shtëpi, kaq. Ai ka qenë mason? Po.
e ka deklaruar vetë, keni shikoj Maksim Zoto në Google. Dhe ka një tek libri për masonët, ky Nikola Nikolov, amerikano-bullgari, thot kur një vrasje e bëjnë masonët, policia nuk heton. Mbyllet. S'bën hetime. Këto thot ai, tani se sa të vërteta janë, se si janë nuk e di. Siç është rasti Kastriot Miftari që nuk u hetua, po? Po askush nuk hetoi. Se që të bjerë gjitha ai burr 180 kg, 160 kg, sa ishte ai të bjerë në balkonit, mos ketë një pikë gjak atje. Në shesh? Masonët kanë njerëzit e vet në të gjitha strukturat e mundshme. Mos diskuto fare, ajo është strukturë që nuk preket në botë. Nuk preket. Avokat, faleminderit. Të lutem.